fitu këtë trofe? Ishte një ndjenjë shumë e mirë, pas shumë vitësh, kemi bo mundi, më marrë dhe aty, më të vërtet agon, e kom një vetën shumë gëzun. Atek trofeun e ngrite bashk me drejtorin I cili e ka ngritur e përmendëm pra edhe në 96 dhe në gjithashtu edhe me ish kapitenin legjendar, Driton Racin, I cili realisht nuk ka arritur t'i gëzohet këtij trofeu. A ishte e planifikuar kjo? Edhe cilat ishin emocionet tuaja në ato momente? Jo, ajo ishte vetëm momentet e qastit që e kanë meritu. Jo vetëm këta dy që kanë qërë përsht klubit, po edhe shumë njerëz tjerë që në konë braba tëne, po këta dy kanë meritu pak më tepër se ata tjerë dhe thashë me ngrit bashkë trofeun, po emocionet me të vërtetin konë mëdhaja, se nuk I kena përjetu më herët si ekip edhe si qytet, për që ata konë gjithmonë e para është ma ndjenë ma interesante se tjerat. Te kësa vjet I ki? 25. 25, dhe më thonë ti s'ki qenë I lindur kur e ka fitu kupën, a? Jo. Kom dëgju, vetëm. E ki dëgju për babës e për bimit e për tjera, kështu që ty t'ka ra tash me përjetu, jo me përjetu, po edhe me kontribu me fitu. Okej, Doni, ki qenë zemra ekipit në ato momentet vendimtare, kur Prishtina kalojnë e përsi prej 10 pikëve, ato 8 pikët tua, dhe më thonë ato 2 treshet edhe 2 gjujtjet e lira, e ka nisat serim vendimtare 14-2 që ishte shumë e rëndësishme. Apo nga të regon, qka të ka shku në përmen, qka ki menu në ato qaste kur Prishtina shkoj 10 pikë? Po drejtë me të regu, kena pas rotacion në shkurt në fillim, jena kon të lodhen krejt ekipa, që ato momente, po nuk kom mendu asë njerë që kena me hupat loj në Prishtinë atë natë korë. U kone momentet, tash të basketbolin nuk kom mos si për para, po shkojnë ekipi deri në 20 pikë diferenca, ma se po këthejt për 2-3 minuta. Veç e kom menu kur na vjen momenti jonë, dhe e kom di që ka marrë në qatë momenti jem, se veç unë nuk kisha kontribu me ekip, me pikë në atë loj, edhe erdë momente shuzova dhe... 3 minuta, 8 pikë edhe bolla. Bolla. Ato të mjaftushme. Me 10 ekipe. Veç edhe diçka do është